Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në studion gjigande të kryeministrit Edi Rama, ndodhemi në selinë e kryeministrisë me këto punime artistike të bëra me dorën e Zotit Edi Rama, me dashamirësinë e tij për të na lënë të punojmë këtu, mua, Armirin, i cili ka që në vitin 2020, në kohën e pandemisë, së bashku i pandar me Kristiano Xhanari që ndodhet në anën tjetër, në regji bashkë me Zotin Rama. Rama është regjizor i madh i gjithë Shqipërisë, Kristi regjizori i emisionit. Ju themi mirëmbrëma dhe fillojmë me aktualitetin. Për çfarë do të flasim sot? Një ngjarje e madhe në Shqipëri, Kristiano, kam nevojë për live-in sot botëror. Bam, Koçiu, do është ministri i brendshme, nga e hëna do të thënë sot ndalohet qarkullimi i monopatinave elektrike, rrezik për sigurinë publike. Drejt të themi, unë hyj tek personat që këtu në Majtundës më kanë ardhur këto monopatinat. Në Majtundës. Se shqiptarët janë edhe të paedukuar, të pakulturuar, marrin atë monopatinat dhe ecin, edhe nuk shikojnë, domethënë më shih ti mua, ndërkohë që ai është në një mjet të rrezikshëm. Po jo vetëm shqiptarët, edhe në botë ka ndodhur aksidente, ka patur lloj-lloj problemesh me to, është dëmtuar, është coptuar i Zoti që i jep, natyrisht ka marrë para një njeri tjetër që ka qenë duke ecur në mes rrugës. E natyrisht që janë marrë masa, nuk jam kontra. Ajo që mua më trondit është sot për nesër. Pam, Dio mblon tha nesër nuk do ketë monopatina, dhe sot i kapnin njerëzit në rrugë dhe thoshin, "Ore, pse ke dalë ti?" Dhe ja merrnin. Gjë më e tmerrshme që ja merrnin. I merrnin pajisjen. Natyrisht që atë monopatin ai njeriu e ka bler. Dhe nuk bëjnë lirë, nuk është janë gjëra që bëjnë nga 2000 lekë, edhe po i merr. Edhe 2000 lekë janë të mijat. Por me çdo drejt ti merr një vendim sonte për nesër. E përsëris, as ka monopatin edhe në Majtundës se kam dhe faleminderit që morët këtë mas. Por gjithsesi më tremb mënyra se si funksionon shteti. Se nesër pas nesër mund ndalojnë celularët, mund ndalojnë çumçakizët, mund ndalojnë çfarë të duan, nesër të mos hahet çumçakiz në rrugët e Tiranës. Kaq. Nesër të mos merret ilaç për diabetin. Se na do qefi neve, vendosëm. Nuk ndodh kështu. Mblidhet parlamenti, apo qeveria që merr një akt dhe ka dhe një afat. Nga data kaq deri në datën kaq. Por, nga ana tjetër, jo vetëm kjo, sepse njerëzit kanë e lanë shqiptarët të blejnë. Bli. Tani që nuk ka më shqiptarë që blen, i hoqën. Kjo është gallata e Shqipërisë. E nisa 3 herë ta them çfarë duhet të kishim pas bër. Duhet ta kishim pas vendosur në kodin rrugor dhe mjete motorike, me shpejtësi mbi e tjera duke e specifikuar. Dhe një gjë që duhet specifikuar, mendoj unë, jo për monopatinat, natyrisht për ato për bicikletat. Shteti shqiptar ka investuar miliarda lek në përkohësitë e bicikletave. Në Tiranë, morë dhe në Belç, ja këtu ku jemi ne, në Astir për shembull, këtu ka korsi bicikletash me pemë në mes. Tjesën të biesh pemës qarkas, ose të biesh drejt, edhe të kesh pastaj këtë rrezikun për sigurinë publike. Nëse dhe në kod rrugor duhet ishte se s'bën, përderisa ti ke bërë gjithë të investim për këtë lloj lëvizje, duhet ishin mjetet mbrojtëse, kokore, gjujza. Po gjujza s'ka gjë, se nga bryli nuk ka vdekur njeri. Kokore duhet ishin. Nëse e lam që shteti i Edi Ramës privat, ditën e diel vendosi ministra me drejtorin e përgjithshëm policisë, nuk i heqi monopatinat nesër mirë, nesër mos ketë njëri në rrugë. Dhe shikoni çik pasohet, në nxirr tjetrën, urdhë. Hape, ka kaluar një kolegu ynë dhe ka bërë këtë foto. Mësuesja po shkonte në punë me monopatin. Gazetari poston foton ku 10 polici bëjnë prit kriminales në thonjsa. Pra, sot rendi ishte mrekulli dyst. Krimi sot ishte ajo që vendosi Edi Rama. Monopatina mos t'i shohmë në rrugë. Mi po monopatinat, dikush ka bler vetur që heq pikën e zezë, domethënë ke më kollaj në Tiranë të dalësh me një Kalashnikov ta fshehësh mirë, se sa dalësh me makinë. Ne Kalashnikov nuk e kthen kokën njeri. Me makinë në çdo 200 metra ke disa palë sy që të shohin. Ka vënë rrimin sigurim, ka vënë celularin, çfarë po flet, ku është, sa ka këtë, çysh e ka atë, ku ndaloj, si bën, në çdo moment ti e kontrolluar dhe mendon ku po e vendoros që të haj gjopën. Nëse ka të tjerë që dalin bicikletë, ka që dalin këmbë,
Zysha ka vendosur të ketë një monopatin për të shkuar nga puna në shtëpi, ka llogaritur orarin, të çojë fëmijët në kopës, të blej qumshin atje dhe të arri në orar, duke bërë një distancë caktuar me monopatinën e vet. Llap, që fosht një ta kapur zyshën, edhe kanë thënë, jo, besoj kanë marrë dhe monopatinën, se pash makinat të ngarkuara sot me monopatina. Të merë një send që është i yti, një send i cili e ke blerë me letrat e tua, po sot shteti ka thënë jo dhe ta merë. Ta merë, ndërkohë që mund të vendosë të një gjobë, ku të gjurë, ta merë. Kjo është pasojë. Ky është shteti privat. Shteti ku varet nga mënyra se si shkarkojnë sinapseset ati që është sipër. Kryeministrit të këtij i qenë që këtë, na tregon që kanë bjendet Kristiano, të lutem, na tregon se ku ndodhemi. Kristiano, kanë e përgjithshëm? Kanë e përgjithshëm! Këtu ndodhemi në zyrën, në ambientet e kryeministrisë, ndërtuar nga kryeministri Edi Rama, i cili kështu ka dashur ta bëjë zyrën e vet. Deri këtu jemi okay. Kështu ka dashur ta bëjë dhe Shqipërinë. Mbrëm vendosit mos ketë monopatina dhe sot i kputën mes çdo që kishte monopatinë elektrike. Kështu funksionon shteti shqiptar, o popull, o juve që thoni, po mirë pse Saliu do kthem. Tjetra. Me që jemi të Saliu, jemi në një proces zgjedhjesh të pjesshme. Një proces tragjikomik. Në disa bashki, kryetarët kanë ikur sepse janë bërë deputet. Në disa bashki të tjera, kryetarët kanë patur probleme të tjera, por në Tiranë, kryetari i bashkisë nga 10 shkurti është pas hekurave. E ka marrë drejtësia dhe po e heton. Nuk e ka dënuar. Vendos ai në zyrën e cilit ndodhemi, ta shkarkoj. E kërkon një opozita, pastaj e kërkon mbushtetje, pastaj të dy bashk dhe të dy thonë ne hoqëm, e heqin. Kur e heqin thot presidenti, bëhen mos zgjedhje, gjykata kushtetuese thotë jo, e keni hequr në mënyrë të parregullt. Dhe nuk do të ketë zgjedhje në Tiranë. Të pavarur, por ende pa firma mbështetëse nga zgjedhësit. Atëherë, në moment që u shpall data zgjedhjeve, Partia Socialiste i nxori vetëm. Zonjën Manastirliu e nxori që ku shpalli qeverinë. Ndërkohë këta të tjerët rrugës. Opozita. Kur themi opozita, se kur themi mbushteti dihet një. Edi Rama, Partia Socialiste. Ose Edi Rama alias Partia Socialiste. Kur themi opozita, themi PD alias Berisha. Mirë po janë ca partitë të tjera. Këto partitë të tjera thanë, shiko, a bashkohemi? Pa dyshim, i tha doktori. Je po të bashkohemi jo rreth teje? Pa dyshim, i tha Berisha. Po, edhe kujt të bashkohemi? Pa dyshim, i tha Berisha. Jo, po ku? Shiko, heqim çdo kandidat politik. Do të thotë që çdo kandidat politik do thotë mos ditë nga PD-ja. Pa dyshim, i tha Berisha. Dhe, i thot Akronshej, gjejmë një të pavarur, pa dyshim, thot Berisha, dhe pa pritur i del Berishës njëri pavarur. Ka dalë, tha një Florian Binaj, atë mbështesim ne. Ja u la dopi gjashën, ja u la Funding Match në dorë. Deri këtu jemi, okay. Filloi debati, Flori është djalë i shkëlqyer, kjo e ashtu e kështu. Po sikur duhet kishte një program. Po lënë më program tash, jemi lodhur me politikën. Keni parasysh kushdo që ka rritur fëmijë, nga mosha 1 vjeç ka pasur lodra që janë 3 figura ndryshme gjeometrike. Domthonë 3 të futura, 3 këndsh, 4 rreth. Dhe ti do fuzësh o kubin, o prizmin, ose cilindrin në folet vet. Dhe ky test inteligjencë është për fëmijët i cili duhet gjej ku hyn kjo figurë gjeometrike. Ka nga ata idiot që në atë moshë 1 vjeçare nuk e bëjnë, por nuk e bëjnë as 40 vjeçare. Dhe kjo kategori këtyre që nuk e fut dot cilindrin në 3 këndsh, thotë, po mirë, jemi lodhur nga politika. Të vendosë shoqëria civile, po të hapësh gjithë historinë e njerëzimit nga lashtësia, nuk ka një rast të vetëm që të mos jetë drejtuar nga politika. Dhe të mos jetë drejtuar përmes politikës shteti. Në një vend ku themi Edi Rama ka kapur gjithë pushtetet, e do ta themi pak më vonë, populli thotë, jo, të dali një jo politik, i depolitizuar, dhe ky i depolitizuari të marrë pushtetin. Nëse
Filloi gjullurdia, ram dakord, në moment që ram dakord, në fakt ka një barcolet shumë të vjetër të kohës kur unë kam qenë fëmijë, ato barcoletat naive, po e bukur në thelbin e vet. Ishim mbledhur në një çmendin 2-3 të smur, të cilët thurin një komplot. Nesër thamë, do të aratisemi. Edhe pyetën shokët e dhomës, si do aratisemi? Nesër do aratisemi, tha, duke ka përcyer murin. E bën gati litar, bën gati shkallë, bën gati gjithë shka. Natën, u ndanë me shokët, u fshehen, të nesme në mëngjes, qohen shokët të rygjen duke fjetur në krevat. I tundi, po ju, pse s'u aratisët ta? Dështoj plani. Pse tha? Ishte shëmbur muri. Gjithë ky plan për të marrë një të pavarur për ta vendosur aty, në një politikë e cila nëse pranon që s'ka do të kandidat vetët, ka shpallur falimentin. Dhe është një falimentim i opozitës e gjitha kjo, jo vetëm për Tiranën, opozita ka vendosur që në të gjithë Shqipërinë, pra në 5 bashkitë e tjera përveç Tiranës, të vërë të pavarur. Dhe këta të pavarur nuk e din akoma që janë kandidatë, nuk e din akoma që janë pavarur, por ende pa firmë mbështetëse. Ende pa firma mbështetëse. Pra zyrtarisht nuk janë ende kandidatë. Politika, e cila është jashtë, i ka caktuar, por ende këta s'kan firmat e tyre. Dhe natyrisht në Tiranë ra muri, nuk ka zgjedhje. Por gjithsesi nuk ka rënë komedia. Komedia është kjo, që politika që do të pranonte të pavarur, ka shkuar dhe ka caktuar të pavarurit, cilët janë si buf kënete se nuk e din fare se ç'po ndodh. Çdo të thotë i pavarur, çdo të thotë kandidojnë. Maj që pa Kristiano vazhdojmë me diçka tjetër. Pas pezullimit të zgjedhjeve në Tiranë, ulet me 2 milion euro kosto e 9 nëntorit, cili bashi shpenzon 1,6 milion euro. Si fillimi i kot si shifër, kuptoni diferencën 1 me 5 do të thotë 5 bashki bashk nuk bëjnë as sibi, as asa 80% e Tiranës. Apo jo? Asa 80% e Tiranës nuk bëjnë. 5 bashki bashk. Nese. Dhe të paktën në Tiranë zgjedhjes do të kemi, por kemi fituar 2 milion euro dhe kjo është një arritje. Pse e nxora këtë? E nxora për thënë që pavarësisht përpjekjeve, në Tiranë zgjedhje deri në këto çaste nuk do të ketë sepse ka bllokuar gjykata kushtetuese. Kush fiton? Në radhë parë, Erion Veliaj vazhdon procesin e tij gjyqësor si kryetar bashkie, pra anullohet shkarkimi i tij. Erion Veliaj vazhdon të jetë kryetari i lishëm i Bashkisë Tiranës, pavarësisht se është detyrë. 2. Partia Demokratike nuk hyn në zgjedhjen e Tiranës, por pasoj nuk ka një rezultat. Pra nëse do t'ju humbiste zgjedhjet, do të mbante një përgjegjësi ose do të vazhdonte retorika, por gjithsesi do të ishte në dizavantazh. Sot duke mos pasur zgjedhje, situata është nul. Jemi barazim. Edi Rama nga ana tjetër vazhdon drejtimin e Bashkisë Tiranës përmes zonjës Manastir Liu apo kujdo që do, e le të emëruar siç ndodhi, kujtohet në Durrës, zgjedhjet 2019-s, u zgjodhi kryetari bashkie, Rat Ermeti, dhe ajo e gjora, theme gjora se unë nuk e njoh fare si person, po faktikisht është viktim e një as lapsus nuk e quaj, tha shqyrta që ishin vetëm 56 viktima. Pra shqyrtë që ishin 560. Jo se tha, sa mirë që Rat Ermeti që vdiqen këta, u quan njerëzit. Ç'është kjo debile, ç'është kjo idiote, si mund të thojë kjo shqyrtë? Edhe ajo adoreqen. Vën të drejtonte bashkinë nën kryetaren pa bërë zgjedhje, dhe ajo qëndroi 4 vjet dhe vazhdonte sot me zgjedhjet e radhës që janë bërë. Po në atë periudhë, nëse kujtohet në Shkodër u bën zgjedhjet, ra fituesja dhe këta nuk morën kandidatin tjetër që ishte rival, po morën Voltanën, cilës kishte mbaruar mandati, dhe ndri 4 vjet Voltana në detyrë. Do të them që për një vit e gjysmë nuk është hiç problem që në Tiranë Edi Rama ta qeverisë me një të komanduar, me një bedel. Kjo është ideja, kurse dhe 2 milion euro të kosto. Iqe, atëherë dalim deklarata e PD-s. Kur themi partia nuk kuptojmë Lenini, thoshte Markovski, dhe kur themi Lenini nuk kuptojmë partia. Berisha, sot të gjitha pushtetet janë në duart e Edi Ramës.
Shqipëria është i pari dhe i vetmi narkoshtet në Europë. Dakor, doktor. Është një deklaratë me të cilën pajtojmë 100% dhe mbas e kemi thënë në të njëjtën kohë, për mos të pak përpara doktorit. Ka një problem të vogël. Nëse e them unë, Kristian apo dikush nga ju, këtë gjë ne e themi se e konstatojmë, na dhëm shpirë dhe përfaqësojmë vetëm veten tonë. Nëse e thot kryetari i partisë më të madhe të opozitës, atëherë problemi është shumë fish më i madh. Sepse Edi Rama këto pushtete nuk është se i kapi të dielën e 11 majit. Janë kapur, okej, po heq përgjegjësinë i ka kapur vetë. Natyrisht jo me ndihmën e opozitës. Problemi është që sot i të gjendur para faktit që Edi Rama ka kapur gjithë pushtetet. Si rëzohet, se na duhet një plan nga këta të cilët i kemi vendosur ne. Pra, opozita, siç ka marrë pushteti votën për qeverisur, opozita ka marrë votën për të kontrolluar pushtetin dhe natyrisht për ta zëvendësuar kur qeverisë keq. Si do a bëjnë këta që kanë konstatuar një gjë që e dim dhe ne, po që s'kemi neve një mënyrë se si do ta ndryshojmë këtë realitet. Pra, t'ja heqim Edi Ramës ato pushtete që nuk i takojnë, t'i lejmë kryeministrit pushtetet që i duhen, dhe pastaj të shpërndajmë pushtetet e tjera, dhe opozitat vazhdojnë dhe punën e vet, ose opozitat bëjnë rotacion dhe të marri atë që duhet kishte në dorë sot. Si bëhet? Si bëhet sepse na ndodh gjithmonë para zgjedhjeve. Zoti Berisha thot, Rama është vjedh votat, është kapo i mafjes, i tillë i atill, hesht në fushat, pastaj thot, ju thash, ai ishte hajdut, ndodhi votat. Tani, si do të ndodhi me këtë votimin në radhës, a do ta hedhim me Edi Ramën apo jo? Nëse jemi me këtë deklaratë, është si shumë e pamundur, nuk po them shumë e vështirë, por shumë e pamundur që ta arrijmë. Mendoj unë, po gjithsesi mund ta ketë zhapën e Shalqinit, ja fut Berisha në këmbë Edi Ramës, rëzohet Edi Rama. Tjetër, unë e kam këtu fond de lejer, 2 fabrikat të inteligjencës artificiale në Ballkanin Perëndimor. Më falni për shprehjen, e di që ne kemi shitur porth, po që do shesim dhe mend dhe do ta prodhojmë këtu në Shqipëri. Kjo është geniale. Ne kemi prodhuar gjithçka në këtë vend, tani do të prodhojmë dhe inteligjencë artificiale në fabrikat e Ballkanit Perëndimor. Kupton, të është në Maqedoni dhe Serbi, po një degëzim duhet të jetë edhe në Shqipëri. Lajm jashtëzakonshëm. Domethënë më bë zemra mal se po mendoja që jo se jemi inteligjentë. Çdo zonë, dhe sidomos çdo individ në Shqipëri mban veten për më inteligjentin nga të tjerët. Halli është që kur kemi dëgjuar për këtë inteligjencën artificiale gabimisht, kemi menduar që këtij genialitetit ton do t'i shtohet edhe artificialisht inteligjencë tjetër. Në fakt, inteligjenca artificiale është një gjë që punon jashtë teje, jashtë trupit tënd dhe nuk është si protezat e dhëmbëve apo të syrit. Gjënë edhe ky i syrit vjet për bukuri se nuk sheh, po dhëmbët paktën kafshojnë. Inteligjenca artificiale nuk është se futet këtu dhe ti do mendosh më mirë. Inteligjenca artificiale do bëj disa punë të cilët ti i paaft ti bësh. 1. E dyta, nuk është se Ballkan, ajo pjesë e Ballkanit që jemi ne, është shquar për prodhim artizanate, rritjen e artizanatit. Pra, se në fund fare, Enver Hoxha pati ambicien e madhe për ta bërë Shqipëri një superfuqi që të prodhonte makineri të rënda, metale, armë. Jo, Shqipëria dhe vendet si ne përqendrohen tek industria e lehtë dhe ushqimore, pra prodhojnë kpucë, veshje, konserva, verë, raki, kështu gjërash. Ndërkohë, vit pas viti ka ardhur duke u tkurrur kjo. Dhe tani, në vend që Shqipëria të prodhoj këtë, Shqipëria po na u bë ka 2 fabrika të inteligjencës, domethënë Ballkani Perëndimor, po ku bëjmë pjesë ne, të inteligjencës artificiale. Një vend ku mendja ata që kanë inteligjencë artificiale kanë ikur për një jetë më të mirë në perëndim, do të prodhoj ironikisht inteligjencë artificiale. Një vend që prodhon speca me pesticide, tomate me kancer, shalqi me 4 kokë, do të lërë këtë dhe do të filloj të shquhet këtu. Pse? Të lutem më nxirr lajmin tjetër, Kristiano. Ibrahim Maj, sektori IT-s, pra IT,
dhe ai energjetik prioritet për mësimin, për punësimin dhe rritjen ekonomike. Do thot, IT-ja është teknologjia, kompjuteret dhe këto gjërat, dhe energjetika. Këto janë dy sektor prioritet për punësim dhe për rritje ekonomike. Punësim rreth parë. Do me thënë, kush del nga shkolla, nuk do tjetë as avokat, as mësues, as jurist, me gjithë se sistemi është bosh edhe në krizë të madhe. Nuk do të prodhohen as arkitekt nuk duhen më, artist nuk duhen më, duhen IT, sepse krijon rritjen ekonomike. Dhe çfarë ndodh? Duke qenë se rritja ekonomike është një shifër, është një tregues abstrakt, pra një numër, synohet drejt rritjes ekonomike në kurisë të asaj që duhet të ishte mirëqenia. Do thotë, në qoftë se në Shqipëri nuk do të bëheshim, do të zhyteshim, do të hidheshim sektorin IT-s. Po në qoftë se në Shqipëri do të punonim, prodhonim fustan, këpuc, luk, kozmetik, po t'i prodhonim këtu, makarona, ku di unë, bulmet, se kanë filluar të kuren edhe baxhot mas politikave të qeverisë. Qoftë se ne të prodhonim këto gjëra, natyrisht do të kishte shumë prodhues të mesëm e të vegjël, dhe Shqipëria do të ishte një vend që do të kishte një shtresë të mesme, po dhe prodhimin e saj. Ndërkohë jo, me laps prodhojmë IT, a thua domethënë se ne jemi Korea e Jugut apo Japonia, prodhojmë IT dhe kjo do të punësoj masivisht gjyshit, baballarët, nënat dhe fëmijët tanë, edhe do të rrisë prioritetin ekonomik. Përse, edhe një gjë dua t'ju them, pastaj të kalojmë publicitet, që ta kuptoni pse, Cristiano, më ndihmo të lutem, help me Cristiano, Rama, Ballkani Perëndimor, të bëhet laboratori i Europës për të provuar të ardhmen. Pra, ne kemi thënë në fillim si me humor. Pastaj avash kemi kuptuar dhe tani e kemi të certifikuar nga kryeministri, të bëhet laboratori i Europës për të provuar të ardhmen. Pra, ne jemi një vend eksperiment, ne jemi kavje, kemi thënë kaq herë, laborator i Europës për të provuar të ardhmen. Ne jemi kavje, tek ne është provuar gjithçka. Dhe vazhdon provohet gjithçka. Sisteme politike, në 5G që ka hyrë. Amerika e hoqi Trumpi atëherë, kujtohet, ne vazhdojmë i futur 5G në celular. Ne provojmë pesticide, ne provojmë gjithçka dhe ne provojmë vetë diellën ministre me kështu inteligjencë artificiale, virtuale. Se jemi laborator, ne jemi kavje. Na ka thënë kryeministri dhe e falenderojmë për sinqeritetin, falenderojmë që ja ka thënë dhe Europës të. Këtu është laborator, këtu keni minjë të duhur me të cilët mund të bëni eksperiment. E thash Cristiano, bëjmë pak publicitet dhe kthehemi.